Shqipëria ndan nga buxheti publik shumë pak fonde për mbrojtjen sociale në raport me prodhimin e brendshëm brut ose sa vendet e tjera të Europës. Sipas një krahasimi të Eurostat që i takon vitit 2023, vendet e Bashkimit Evropian shpenzojnë mesatërisht me 25% të prodhimit brendshëm bruto për mbrojtje sociale, ndërsa Shqipëria vetëm rreth 11%, duke pozicionuar në fund të listës duke lënë pas vetëm ndryshjen. Kontrasti me mesataren europiane është i theksuar me vendet si Franca, Gjermania, Belgjika, apo edhe mesatarja Eurozonës shpenzojnë afërsisht 2 deri në 3 herë më shumë për skemat e pensioneve, ndihmës ekonomike, politikat e papunësisë apo përfitimet të tjera sociale sesa Shqipëria. Edhe vendet e rajonit si Bosnia apo Mali i Zi raportojnë përqindje të dukshme të larta se Shqipëria, duke thelluar më tej ndekun rajonal. Këto të dhëna ngren pikpyetje mbi mbështetjen që sistemi social në Shqipëri arrin të ofrojë, sidomos në një periudhë me rritje të kostove të jetesës dhe presion të shtuar mbi familjet më të ardhura të ulta dhe pensionistët. Ndeku i madh me mesataren europiane sugjeron se sistemi aktual i mbrojtjes sociale vijon të mbetet i dobët krahasuar me standardet e BE-s, ndërsa nevojat sociale të popullsisë rriten nga viti në vit.